Miq të mam, pas pak vimi tjetër film, një falënderim special shkon për mbështetjen tanë Lajthiza Dinorios, por më shumë për ju që na ndiqni javë pas jave, dhe lutem bëni subscribe në kanalin që shihni më poshtë për të ndjekur çdo video që publikohet në kohë reale. Ju falenderoj dhe joj me mamin e radhës. Ne provuam që të flasim fëmijëve, siç flasim për çdo gjë, edhe i ulëm. Çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Gjatë gjithë kohës duke na parë dyve. Ta mendoj, po sikur të bëjmë një fëmijë të tretë. Oh, jo, mos. Doni të bëni fëmijë të tretë, po jeni shumë të vjetër. Çfarë? Ne jemi të vjetër? U pa me një tjetrin dhe isha ai momenti që unë i thash, meqense kjo mendon që jemi të vjetër, hajde bëjmë një fëmijë nga inati. Dhe Kroni kishte diçka shumë personale për të lutem, nuk dua të jem fëmia i mesit. Po pse më bir? Se fëmia e mesit nuk e do askush, po ne të duam shumë. Në mam, kam një mami e cila përpara se të bëhej mami ka provuar të jetë teze. Dhe shpesh herë thonë që të jesh teze është sikur të jesh mami i dytë i mbesave apo një për vetë tu. Kështu që ajo e ka provuar mirë, ka mësuar dorën të mbesat niprit. Çfarë, po gjithsesi si mami gjithmonë ndryshon dhe do sjell sot eksperiencën e saj në mam Orgesa Zaimi. Përshëndetje, Orinda. Orgesa, jam shumë e lumtur që të kam. Sepse ti përveç se do na tregosh edhe eksperiencën si teze, do e prekim pak, do e cekim edhe ndjesinë në fakt. Unë jam vetë teze dhe di se sa e fortë është ndjesia për nipin dhe mbesën, por ndryshon gjithçka kur vjen bebi yt. Megjithatë duket sikur ja ke marrë dorën pak a shumë ata me fillimin edhe si ka qenë për ty? Pjesa e tezës ka qenë shkollë më vete, do me thënë nëse më thot dikush për shumë, po si ja bëre, unë thosha kam bërë shkollën e tezës, dhe kjo është ajo, pra që jam përgatitur më përpara me Vesën dhe me Bubulinën, që janë dy mbesat e mia, të cilat i kam rritur, kam ndenjur shumë me to, rrjedhimisht edhe niprit. Në momentin që erdhi nipi pastaj i 4, sepse motra ka 5 fëmijë, unë pastaj u bëra vetë mami, por gjithsesi të ndryshon çdo gjë, nuk është ajo shkolla e tezes njësoj me faktin që ti e përballë mëmësisë tënde origjinale dhe kanë qenë dy goca pra. Po dy goca në fillim dhe pastaj edhe çuni Shendi, pastaj me motrën kemi pasur dy shtazani paralele. Domethënë kemi qenë shtazan me motra me Nikun, unë me Borën, pastaj ajo përsëri me Agun edhe unë me Kronin. Se kemi dhe emrat kështu, ne kemi emrat Si është të jesh shtazan në të njëjtën kohë? Është shumë bukur, po nuk është se kemi pasur shumë kohë që ta shijojmë, të bëjmë foto, të bëjmë pushime bashkë kështu, sepse të merr vrulli fëmijëve, domethënë një familje shumë e madhe, edhe mami ndërmjet që na ka ndihmuar shumë. Po më pas pak atë momentin kur morët vesh, kush e mori vesh e para që ishte shtazan, pastaj tjetra me të parin, domethënë. Herën e motra e kishte për herë të 4. Po pra, me të parin që ishte paralelisht. Domethënë jam unë që isha e para shtazan dhe pastaj ajo me Nikun dhe pastaj herën e dytë ajo e para dhe unë e dyta. Ua më kujtove sa korat bukura. E di pse emocionohem pak tani sepse i kam edhe larg, i kam në Zvicër dhe ta mendosh që tani Vesa, ajo që unë bëra shkollën, është gati 21 vjeç. Më bën të kthehem shumë pas në kohë edhe të mendoj sa bukur ishte. E kujtoj shumë bukur atë ditë në maternitet kur shkova tek motra. Jo qarë, unë i lava shkallët e maternitetit e Geraldina, se aty kam lindur dhe vetë fëmijët e mi. Ishte një emocion shumë i bukur, nuk e di. Dhe thosha që a do mund të kem emocionet të tilla kur të bëhem vetë nën, por mund të ta perifrazoj me një shprehje shumë të bukur, sepse vetëm ajo më ka dhënë kuptimin e si është të ndjehesh nën. Nuk e dija se sa dashuri do të mbante zemra ime, derisa dikush më thirri mami. Dhe ky ishte kuptimi i çdo gjëje pastaj. Domethënë është tjetër gjë ti je teze, tjetër gjë ti je mami, po e rëndësishme është që jam rritur një familje me shumë fëmijë, sepse vi dhe vet nga një familje që është shumë e madhe. Domethënë babi im është me 11 fëmijë në shtëpi. Domethënë kam xhaxhallar, halla, kushurinj. Unë mund të them që ka qenë një familje jashtëzakonshme, sepse dhe aty e fillon atë instiktin e mëmësisë. Pse mos ta themi, domethënë rritesh mes fëmijësh, me kushurinj, nipër, mbesa, dhe pastaj të krijohet mëmësia. Por ndjesia ime si nën pastaj ka qenë krejtësisht tjetër gjë. Domethënë ti mund të kishe parashikime, por jo, është komplet tjetër gjë. Megjithatë nuk ishte, le të themi, ajo
fush me lule. Patjetër sepse e përjeton në lëkurën tënde, në trupin tënd. E di, po edhe në momentin kur ju vendosët të dy për një shtatzani, si ka qenë ai? Shiko, unë e dëgjoj shpesh këtë gjë dhe do doja që t'isha dhe unë dëshmitare e asaj herës së parë që nuk shkoj me sukses. Kjo sepse, pse mos ta themi, mbase mund të ndihmojmë dikë me këtë po themi dëshmi tonën edhe me këtë eksperiencë tonën. Sepse ka shumë vajza aty, por edhe gra, sepse ka edhe gra që e përjetojnë atë dështimin e parë, po themi, ose atë humbjen e fëmijës. Dhe do doja që t'i ndihmoja në një formë dhe t'i them që qetësohuni, relaksohuni sepse domethënë Zoti ka plane të cilat ne nuk i dim. Për mua ndodhi kështu. Domethënë shtazania ime e parë nuk ishte e suksesshme, mund të isha 4 ose 4 javë gjys. Ishte shumë e vogël. Ishte shumë e vogël edhe por ishte një dhimbje shumë e madhe për mua dhe unë e kujtoj gjithmonë, domethënë si një gjë, por në momentin që pastaj u bëra nën me sukses me 2 fëmijë të shëndetshëm të mrekullueshëm, domethënë prapë kthej kohën pas kokën dhe them si do ishte nëse. Por gjithsesi ato janë planet e Zotit edhe unë nuk mund t'i çbëj dhe nuk mund t'i ndryshoj. Por ditë të them që ardhja në jetë e Borës ka qenë thjesht e jashtëzakonshme. Nuk ta përshkruaj dot. Domethënë unë tani Borën e kam adoleshente dhe kur e kujtoj, domethënë thjesht rënqethem, sepse është përjetimi në lëkurën time, është përjetimi dhe ka qenë një moment shumë i vështirë. Kjo sepse në atë mëngjes do të them, sepse ne lam pas agjërimin edhe muajin e Ramazanit, Bora ka lindur në 25 tetor 2012, kur festoi Kurban Bajrami. Ka qenë një ditë shumë e bukur, një ditë plot me diell, madje ka qenë ajo koha kur thoshim a do bjerë shi apo jo, ishte një verë shumë e zgjatur dhe shtazania ime rrjedhimisht ishte vuaja nga faktin kur do lind. Dhe ishin ato telefonat, linde, jo akoma. Do me thënë ishte ai momenti që kur do vi. Dhe më beson në orën 5 të mëngjesit, kur kam dëgjuar ezanin, sepse kam qenë në qendër të Tiranës, afër Minepesës, dhe kisha shumë afër xhamin. Në momentin që dëgjova ezanin, mua më erdhi dhimbja e parë e lindjes. Goditja, ishte kështu dhe u çova brof. Askush nuk mund të të përgatis për ato dhimbje. Nëna tona, kur dëgjoj që thonë më përpara që ato dhimbje të bëjnë realisht, të forcojnë, edhe ato dhimbje të tregojnë që ti je në rrugën e duhur për t'u bërë nën. Por shkuan pak gjërat me siklet, pak me vështirësi, për 5 orë dhimbje që unë isha me Borën. Ishin të jashtëzakonshme, të papërjetuara ndonjëherë. I kujtoj shumë vitesh. Ato nuk harrohen kurrë. Dhe ja kujtoj gocës, sa herë që sillet keq, i them kam vuajtur 5 orë me ty. Ka qenë shumë e dhimbshme dhe rrjedhimisht doktor Alim Kosova më ndihmoi që unë të bëja një operacion, sepse shiko ka edhe shumë opinione rreth të bërit operacion dhe të lindurit natyralisht. Unë isha nga ato që doja ta përjetoja lindjen natyrale. Kam dëgjuar që ajo është eksperienca më e bukur, mes dhimbjes, pastaj vjen edhe dashuria dhe ai kujtimi i bukur. Por që për mua nuk e përjetova dot. Dhe është pikërisht ajo që themi, që ne mund të bëjmë plane sa të duam, mund ta projektojmë diçka, por nuk del ashtu. Çfarë ndodhi? Dhe ndodhi që unë kisha disa probleme, domethënë më doli ujë me ngjyrë, dhe pastaj rrjedhimisht kuptuam që bebi ishte në vështirësi. Dëgjova jashtë shtetit që tjetër gjë të bëjnë për shembull në Amerikë, edhe nëse të ka dalë ujë, të vendosin prap ujë dhe ti pastaj mund ta bësh lindje natyrale. E kam dëgjuar edhe këtë, mbasi janë legjenda të shtatzanisë dhe të mjekësisë mbase më të avancuar jashtë, por që ishte momenti i duhur që unë të bëja operacionin që të dilte Bora. Dhe Bora doli me kordon 2-3 herë kaluar, çdo thotë ishte në vështirësi. Dhe më beso, unë mendoj që ishte zgjidhja ideale për mua, sepse nëse ne nuk do të kishim bërë atë operacionin, mbase unë edhe Bora nuk do të ishim këtu sot. Kështu që për mua ishte zgjedhja e duhur. Megjithëse keni pasur një episod që shtatzani, si ke pasur shtatzani të lehtë, po një episod në javën 29 e ke pasur apo? Po kam pas disa probleme me një infeksion, domethënë dhe që mu kuptua nga doktori që domethënë është pak e vështirë që unë të bëj një lindje natyrale. Domethënë kishte disa probleme Orinda, por që gjithsesi çdo gjë shkon mirë kur kam mbaruar tashmë, tani që ti më ktheve pas në kohë, domethënë unë kujtoj ato momente, janë të dhimbshme, por ishin për tu kaluar. Domethënë çdo dhimbje, çdo siklet, unë mendoj që na bën të fortë dhe na bën që pse mos t'i kujtojmë ashtu dhe
të reflektojmë, po themi, por edhe t'u japim të tjerëve të mendojnë që çdo shazani ka atë rrugtimin e vet. Edhe çdo ardhje një fëmijë ka rrugtimin e vet. Siç më ndryshoi rrugtimi me Borën, me Kronin ishte komplet tjetër gjë. Kështu që po kur lindi Bora ishte Borë si emri apo Bora do të tregoj pak për emrin se shumë histori e bukur edhe kjo që më ktheve për këtë dëshminë e emrit. Kur kam qenë e vogël, mua më ka pëlqyer shumë emri Bora. Mbase mund të ketë qenë energjia ose mbase mund të ketë qenë diçka pse më lidhte. Është shumë e çuditshme, por është e vërtetë. Më lidhte shumë emri Bora. Kur shikoja goca që ishin me Bora, thash sa emri bukur. Në javën time të 30 që kam qenë, isha në ato ditët që nuk po vendosin, kishim shumë emra. Ne jemi shumë për emrat shqip. Nuk gjykoj askënd për çfarë do lloj arsye për emrat që i vendos fëmijëve të vet. Mua më pëlqen shumë identiteti dhe rrënja jonë shqiptare dhe kam këmbgulur gjithmonë që të kem emra shqiptar, si unë dhe mentori. Dhe ai e ka mbështetur më shumë këtë, po themi, dëshirën tonë. Në javën e 30 unë pash një ëndër, po e di sa vividi ishte sepse ti nuk e kupton kur do bësh nën, si do më thërras, si do ndjehem kur të më thrasi mami, ose si do jetë ajo ndjesia. Dhe pash një ëndër që ishte shumë reale, sikur i thoja Bora hajde te mami. Ua. Edhe u çova në mëngjes kështu dhe i thash mentorit, kam parë një ëndër, kështu, edhe siç ja tregova dhe isha kështu me atë emocionin e ëndrës, edhe i thash Bora hajde te mami, e po ajo do jetë Bora, më tha mentori. Dhe realisht Bora kur ka dalë shkëlqente, ishte mes rozës dhe të bardhës, dhe ishte vërtet një fëmijë shumë i bukur me syt blu. Ashtu ka lindur, me syt blu. Në maternitetin Geraldin, të gjithë thanë që çfarë sysh, i ka sy si oqeani. Pastaj Borës ju ndryshuan ngjyra e syve, ju bë pak kështu jeshile, me pak të verdh, i ka shumë bukur syt. Mos na e marrim sysh. Si kanë qenë ato ditët e para kur u ktheve në shtëpi? Unë kam dhënë 2-3 ditë në spital, sepse duhet të rrija. Ose më mbajtën se më donin. Jo, ashtu duhet të rish. Kështu që mos u ashtu shumë. Mos u lidh ato shumë. Po mi më mbajtën mua se unë këndoja, isha shumë solare, thanë rri me ne se që nge mirë, të kalëm sa kohë me ty. Jo, realisht ishte eksperiencë shumë e bukur dhe ato ditë e spitalit dhe duhet falenderoj, është shumë fat të kesh njerëz që të mbështesin, të kesh ato mamit e mrekullueshme. Unë kam arritur në 2012 kur kam lindur të kem mami fantastike me shumë eksperiencë dhe realisht më kanë ndihmuar në kohë shumë të sikletshme që ti nuk di çfarë po bën, ke dhimbje, ke siklete me bebin. Por unë këmbgula që të shikoja Borën, ças kisha parë atëre filma që ndroheshin fëmijët. Edhe mbaj mend e kemi pasur numrin 5, numrin 05 tek ripi këtu që ne jemi dhe duke kontrolluar është ajo. Nuk e di, kisha këtë fantazin time që mund të ndodhë diçka dhe mund të ndrojnë bebi, nuk e di. Por që sa e pash, pastaj e pash që ngjan me mentoren, thash nuk e ngatroj dot. Por që emocione shumë të bukura, kaluam se që bebe ngjan shumë me tjatin e vet, po. Gocat janë babit. Ashtu e kisha imagjinuar? Nuk e kisha imagjinuar edhe pse unë them tani që ajo në karakter është si unë, por në aparencë ngjan shumë me tjatin. Kur u kthyem pasaj në shtëpi, shiko, duhet të them që mami ka ndikuar jashtëzakonisht shumë tek mënyra se si më ndihmoi shumë me këtë periudhën e pa eksploruar të ditëve të para. Ishte shumë e sikletshme dita e parë, sidomos kur vjen nga një operacion, prapë është e dhimbshme. Sa do të përpiqesh. Mami më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, e shihja përpjekjet e saj gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë shazanive. Kishe besim mjaftueshëm te mami? Kisha shumë besim te mami, por duhet i kërkoj falje sepse i kam qëndruar kështu si polic në kokë. Dhe mund të them që këtë e ka pas shtatzania, e ka pas mëmësia, mbase nuk kam qenë unë. Tani kur kthehem pas, them që mbase kam qenë pak më e ashpër me mamin. Sepse jemi një brez tranzicion, jemi një brez që duam të marrim eksperiencën e prindërve, të marrim atë çfarë ata na kanë dhënë ne, çfarë kemi parë, por kur vjen puna tek ne jemi shumë ndryshe. Dhe mendoj që mund të bëjmë gjëra të ndryshme, mbas edhe mund t'i lëndojmë. Por gjithsesi mami ka qenë një ndihmë e jashtëzakonshme. E ka duruar, domethënë, e jashtëzakonshme, nuk di të them. Është edhe ajo historia që nuk duhet t'i tregosh mamit kur lind. E tregove ti apo? Jo, i tham motrës, e porositëm që mos t'ja tregonte, sepse thuhet që kur është goca duke të lind, domethënë ke një emocion, ke një frikë, të pashpjegueshme, ke dhimbje, po. Kështu që nuk i treguam, por pastaj ajo rrjedhimisht e mori vesh, sepse e ndjeu, një nën e ndjen gjithmonë se kur do ndodhi diçka. Është ai instikti.
por që çdo gjë ka shkuar mirë. Tani që ti mi kujton mua këto, motra, kanë kaluar 14 vjet. Nuk ishte këtu kur lindë? Ishte motra, ishte këtu, edhe më ka qëndruar shumë afër, ajo ishte shtatzan. Priste dhe ajo të lindë. Ishte drejt fundit. Sepse Niku ka lindur. Nuk i varet shpresat ajo në atë moment. Jo, po ishte ndjesi shumë e bukur, me thënë drejtën. Dhe mua motra ime është heroi im. Sepse është ajo që më ka rritur. Kemi kaluar një fëmijëri ku e shikoje motrën me vërtet si një model, e shikoje tamam si një hero, dhe unë çdo gjë që ka bërë Elvana, motra ime, e kam imituar, e kam po themi parë si shembullin tim. Dhe ajo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë edhe në këtë nënën që unë jam sot, patjetër, se ti rikthehemi shkollës së tezës. Domethënë çdo gjë që i ndodhi asaj me fëmijët, eksperienca, sëmundje, unë isha aty. Isha e përgatitur dhe të them drejtë ajo më ka ndikuar dhe më ka ndihmuar shumë. Sepse unë trembesha shumë nga temperaturat. Domethënë ajo ka qenë frika ime më e madhe gjatë të 2 shtatzanive, edhe vetë, nëse do përjetoja një temperaturë, por edhe fëmijët. Dhe i kam pas sa episode me temperaturën, nuk e di, por shqyr Zotit, jam shumë falenderuese, me Kronin kam pas një episod. Më beso, në momentin që i ka shkuar temperatura, kur e shikoja 40, nuk e di a keni përjetuar në njëherë temperaturë tillë, zemra i doli nga krahërori. Do me thonë, unë kur e mbaja dorën këtu tek zemra e Kronit, më duke sikur zemra e tij më prekte dorën. Aq shumë temperaturë ka patur. Por ditë të them që ato janë thjesht janë një proces i rritjes që i bëjnë fëmijët më të fortë. Dhe nënat nuk duhet të jenë, domethënë, kaq të alarmuara. Patjetër ai është një kamban alarmi pa diskutim që ka diçka që nuk shkon, por çdo gjë duhet të jetë me qetësi. Sepse në momentin që ti je ças mendon, un jam shumë që mendoj të keqen, është shumë e gabuar, mendoj të keqen gjithmonë, edhe më thot mami gjithmonë që mos e mendo të keqen, mendoj gjithmonë pozitiv. Por që mësia të përgatit për diçka që ti absolutisht nuk ishe e përgatitur, nuk ishe gati, por mua, mësia, më ka bërë një tjetër orgesë. Është rëndësishme në fakt kjo. Do me thënë, mua më erdhi jeta ime, më duket sikur linda për herë të dytë. Më duket sikur dola nga i trup edhe u vendosa në një moment tjetër, edhe sikur është një fazë tjetër. Sepse ti nuk je më ai njeriu që mund të dalësh me orar pa orar, mund të bësh plane, ose çfarë është kjo liria që thon? Domethënë ti nuk je më i lirë, jo sepse është çështje që ti thua nuk jam më e lirë, nuk është diçka e keqe, domethënë nuk është në kuptimin pejorativ. Ti nuk je më e lirë sepse në momentin që ti je nën edhe je prind, liria jote ka kushtëzime. Ti je kushtëzuar në lirinë tënde. Dhe kjo për mendimin tim nuk është një gjë e keqe, është gjëja më e bukur. Patjetër sjell frikra shumë të mëdha, sepse ti je nën, të sjell një kompleks frikrash, edhe tani që për shembull i kam në shtëpi, mendoj po kur t'ikin këta nga shtëpia, çfarë do bëjmë? Në drejt, e vërtet. Por me gjithënien ka qenë dhe me gjumin natën, me borën, ka qenë diçka që kaloi. Kam pasur 2 fëmijë shumë të mbar. Të mbar, ë? Kam pasur fëmijë është gjynat e Zotit ta ankohem. Të qash. Sepse kanë qenë mrekullueshëm. Por ajo që thot mami ti e ke pasur qumshin të mirë, sepse ngopeshin dhe flinin. Nuk kam vuajtur shumë me gjumin. Unë orinda jam një mami shumë strikte dhe kam besuar gjithmonë tek rutinat. Kam besuar tek rutinën. Atëherë, me borën ka qenë tjetër gjë, mbase sepse ishte hera e parë dhe isha pak më e zbutur, por në momentin që erdhi Kroni, unë isha shumë e fiksuar në rutinat si të gjumit, si të banjës, si të leximit, të ushqimit, çdo gjë. Isha e fiksuar pas asaj rutine. Dhe mund të them që mbase mund mos të jetë sukses, por deri tani ka rezultuar që ata janë 2 fëmijë që çohen në mëngjes, rregullojnë krevatin, lajnë dhëmbët, këto gjërat që ne i themi bazike, ose këto gjërat kështu, por që janë shumë të rëndësishme në ritmin e ditës që ata marrin. Kështu që mendoj kjo mund t'i ketë dhënë atyre një shenjë shumë të mirë, një edukim shumë të mirë. Edhe pse në fillim mund të dukej që mund t'isha kështu, kur më thoshte mentori ti je fashiste, më thoshte mua je si Hitleri. Isha shumë e vendosur në orar, dhe sidomos në momentin kur i vendosëm në dhomë të dy. Okej. Kroni ishte 4 muajsh. Bora fillonte flinte 2 vjeç e gjys, 3 domethënë. Vinte flinte sa në krevat, sa në divan, çoheshim, u torturuam. Dhe unë vendosa, thash Bora, duke i treguar, kam pasur gjithmonë një komunikim me fëmijët. Vllai do vi të flej me ty. Kjo është dhoma juaj, kjo është dhoma jon. I ndam tokat. Si e përjetoj? Avash, me një sukses
të menjëhershëm që në javën e parë, më lejo të them. Domethënë dhe jam shumë krenare për momentin që ne u ndam në dhoma secili, sepse dëgjoj shoqet e mia që i kanë fëmijët e rritur dhe flen në krevat me to. Privatësinë e dua shumë. Domethënë nëse mund të flasim për liri, liria ime qëndron te dhoma e gjumit. E kam dashur shumë këtë gjë dhe mendoj që edhe atyre u kam bërë shumë mirë, sepse ata kuptojnë kush është territori i tyre, kush është krevati i tyre, kush është po themi zona e tyre. Edhe është shumë e rëndësishme kjo dhe mendoj që kam bërë një gjë shumë të mirë, sepse fëmijët e mi nuk kanë qenë ata që vinin kur kanë qenë sëmur, kur kanë pas... Patjetër, ne i marrim vetë në krevat kur janë sëmur, për sigurinë e tyre. Kanë patur goxha independencë, po themi, në ndarjen e gjërave. Pra nuk jeti me këtë teorinë disa nënave për shembull që thonë të rrisa të doj te krevati im, sepse aq i vogël sa është ai, kur të rritet s'do rri më, jo me do më mungoj. Nuk jem me këtë. Kam qenë shumë e prerë për këtë gjë dhe mentori në fillim më thoshte je pa shpirt, si e le djalin 4 muaj, unë torturohesha ndërkohë se shkoja via. E di, ajo është merr më vetë. Por u shpërblye sepse në krye të 6 muajve që Kroni ishte 6 muajsh, Bora ishte gati 3 vjeç atëherë, se i kam pas një diferencë. Ishte një mrekulli, të shkohet e dhoma dhe ata flinin, secili në krevatin e vet. Kjo ishte shpërblimi im. Atëherë mentori më ka kërkuar ndjesë, më ka thënë ke shumë drejt. Ke bërë gjën më të mirë. Kjo ishte fitoria ime. Ishte ndihmon dhe çiftin kohën e vet. Pa diskutim. Është tamam shprehia e edukimit të fëmijëve me hapësirën e tyre. Sepse është shumë e rëndësishme ata të dinë ku ata i përkasin shtëpisë dhe ku është ndarja e kësaj gjëje. Dhe më beso, është diçka shumë e mirë për të gjithë. Është një ndarje, po themi, e drejtë. Patjetër që ne jemi të djelat tona, domethënë edhe tani janë që ai krevati jonë është mban çdo gjë. I themu në djela shqiptare. E djela shqiptare jonë është te krevati që zgjohemi avash avash, edhe pse tani nuk jemi më të vegjël edhe e kuptojnë domethënë fillon rrëmuja e kuzhinës, pancakes, mielëra, vezëra, gjëra kështu. Por gjithsesi unë mund të them që deri tani mund të them që në pikërisht në këtë vendosjen e rutinës kanë bërë gjën më të mirë. Sepse ata janë mësuar me rregulla, janë mësuar me gjërat e tyre, edhe me vendet, edhe kur luajnë për shembull në dhomë, kur kanë qenë pak më të vegjël, tani janë në një fazë më të rritur. I detyroja, isha kjo mami strikte, rregullo krevatin, rregullo lodrat e tua, a i lave dhëmbët, a u lave, kam qenë gjithë, unë dhe tani jam, i lave dhëmbët, unë si jam as dentiste, imagjino. E kam shumë fiksim këtë higjienën e tyre, është shumë e rëndësishme që ata të mësohen me higjienën e tyre personale. Edhe jam gjatë gjithë kohës, e bëre këtë, e bëre atë, disa njerëz mund të thonë që mami strikt, lëri rehat, marrin frymë, të jenë të lirë. Kam përshtypjen dhe kam lexuar në psikologji që një mama strikt ose një mama që i vendos rregulla fëmijët, rrit fëmijët të përgjegjshëm. Nuk e di se sa do të bëhen, por të paktën unë për veten time mund të them që i kam edukuar, u kam dhënë këtë edukatën domethënë edhe e familjare dhe personale dhe nuk ka çfarë t'ju mungoj tjetër. Një njerëz që nuk rregullon krevatin në mëngjes mua më duket o zot. Më fal se jam shumë old school domethënë. Kur erdhi Kroni, dhe kur më vesh ishe Shazan me Kronin. Ishte një shok për ty apo e prisje? Shok the. Ashtu, me Kronin, Kroni është surpriza më e bukur e jetës time. E them gjithmonë këtë, e kam bërë edhe në një frame që Kroni ti je surpriza më e bukur e jetës time. Kur më pyesën për intervista që çfarë surprize, nuk ka surprizë më të bukur se Kroni, sepse ne nuk ishim fare përgatitur. Mosha shumë e vogël e fëmijët i kam në një moshë në një diferencë 2 vite e 8 muaj me njëri tjetrin. Nuk isha përgatitur fare Orinta dhe në fillim u mërzita pak sepse unë sapo kisha ardhur në peshën time, bëra ushtrimet, bëra dietën që t'isha fit. Më beso më bënin xhinset kur isha 15 vjeç. Në atë trup kisha arritur, po testi nuk të gënjen kurr. Unë ciklin e kam pasur si orë zviceriane, çdo datë 25 në mëngjes. Dhe akoma ashtu e kam. Dhe nuk gënjente, domethënë shkoi data 27-28 tash. Kështu që bëra testin, bëra të parin, bëra të dytin. I thash mentorit shushu, tha mentori për hajër, u gëzua shumë më thënë të drejtën. Nuk ishim kështu nga gjinit, nuk kemi qenë asnjëherë. Nuk e qenë se Bora, nuk kemi qenë, ose në base jemi rritur në familje që ka pas edhe goca dhe çuna dhe nuk e kemi pasur asnjëherë këtë gjë, por në momentin kur mora vesh që isha Shtazan me Kronin dhe ma tha doktoresha që ke djalë, ndryshoi pak mentori, them drejtën. E mora në telefon, ai ishte në kafe me shokët, i thashë pash,
qa është da goc? Jo, i thash nuk është goc, është qunë! Dhe u lumturua jashtëzakonisht shumë dhe pash, kishte një lloj diference, domethënë lajmi që do bëhesh babi një djali. Megjithatë ne jemi në një balancë shumë të bukur, edhe shumë të mrekullueshme. Nuk e di nëse do të vi kjo me një të tretë ose jo, por fëmijët i kemi në një moshë tani që po i shijojmë jashtëzakonisht shumë. Patjetër që çdo fazë e fëmijës ka një dashuri, një eksperiencë, ka të vetën. Kjo është shumë sfiduese, sepse po flasim për një adoleshente dhe një gati adoleshent, por që në balancin që kemi krijuar mes të dyve, më lejo të them sepse ky podcast është për mamat. Nëse nuk do të kisha një partner, një bashkëshort që do më mundësonte të isha një mamje e mirë, pa diskutim që nuk do ishim këtu ku jam sot. Kështu që do doja shumë që ta falenderoja atë për faktin se më ka qëndruar krah në çdo moment, në çdo siklet. Nuk mund të them se sa e rëndësishme është ta kesh partnerin aty në çdo moment, të mbaj fëmijën, ta ndroj. Ka shumë burra të mikeshave të mia ose që njoh që nuk i prekin. Ajo është eksperienca më e bukur. Ajo është gjëja që të lidhet me fëmijët, aty krijohet lidhja. Dhe kam përshtypjen se mentori e ka kuptuar këtë gjë dhe i kemi rritur bashkë të dy fëmijë. Domethënë kemi ndenjur gjatë gjithë kohës me ta, në momentet e bukura, në momentet e sikletshme, në dyshimet që kishim, që jemi panikosur nëse nuk ndodh diçka mirë, doktori gjithë kohës në telefon. Domethënë ka qenë shumë mirë për mua që të kisha dikë që ishte aty me mua. Ka qenë shumë e rëndësishme. E drejtë, ke pasur ndihmë të tjera, ndihma të tjera jashtme përveç mentorit, për shembull? Përveç mentorit që ne fëmijët i kemi rritur me thënë drejtën bashkë, kemi qenë gjatë gjithë kohës. Si në edukim, si në mirëmbajtje, po themi të tyre në rritjen e tyre, mami ka qenë një ndihmë shumë e madhe, sepse mami vinte kur ne duhet punonim, vinte në ato oraret. Unë fillova të kërkoja për dado, ishte e pamundur, ti thoja mamit për dado. Nuk e di, ishte thosh jam unë këtu. Dhe qëlloj që mami doli në pension. Mamin e kam zysh matematike, edhe qëlloj në pension, dhe ishte koha më perfekte. Na ka ndihmuar të dyjave dhe me motrën. Domethënë ajo u nda midis meje, midis motrës, shkonte, vinte, nuk e di se sa e fuqishme është. A e ka lodhur mamin kjo gjë? Nëse ti e pyet, shiko, kur unë e shikoj po, por mami im thotë që është kënaqësia më e madhe në botë. Dhe do doja shumë që ta besoja këtë gjë, edhe pse të rrisësh 5 të njërës vajzë, 2 të tjetrës, 7 veta, është shumë, është përgjithësi shumë e madhe. Sepse po do të lodh, fëmia të lodh. Po sot nuk po kemi shumë shtatzani të cilat janë të shtuara, domethënë sot edhe 2 janë kuriozitet, i paske 2, sot është 1. Dhe më vjen shumë keq për këtë, sepse ne jemi rritur një familje me shumë fëmijë. Jemi rritur një familje shumë të madhe, nga të dy anët, dhe mami dhe babi, dhe ta mendosh që sot po reduktohet kjo të pasurit shumë fëmijë, dhe rrjedhimisht ti nuk rritesh me shumë kushëri, me shumë kushërira, dhe kjo ndikon shumë në rritjen e fëmijëve. Ne kemi dashur gjithmonë që të jenë në kontakt të vazhdueshëm, të rriten, të kenë shoqëri, të kenë gjithmonë domethënë kam besuar tek socializimi i fëmijëve. Nuk kam qenë ai mami që e mbaj për vete. Jo, i kam çuar edhe në Çerdhe, edhe në Kopësht, në shtet i kam çuar. Çfarë i ke çuar? Bora ka hyrë 2 vjeç. Okej. Kroni ka 1 vjeç. Kanë qenë shumë të vegjël, më shpejt. Ndoshta sepse prej punës e do doja, nuk e di, besoja shumë Çerdhe si një institucion që i ndihmon shumë fëmijët të socializohen, të ndikojnë tek njëri tjetri. Nuk kam qenë ajo mami që kam pasur frikë nga Çerdhja. Dhe ne kemi gjën më të mirë në Shqipëri që kemi një Çerdhe fantastike. Domethënë Çerdhet e shtetit mua më pëlqejnë shumë, të 2 fëmijët i kam rrit aty, mbase mund të më ketë qelluar mua që kanë qelluar edukatorët e mira ose ambienti, institucioni, por mund të them që janë rritur 2 fëmijë të mrekullueshëm që hanin çdo lloj ushqimi, tani dua Çerdhe prapë. Do t'i çoj si janë. Do t'i çoj prapë në Çerdhe të hanë ato ushqimet. Trana, çfarë bënin gjërat. A ka pasur në një moment që ke menduar, nuk jam një mami mirë, nuk po e bëj punën si duhet, nuk po di nga ta lidh gomarin. Këto janë momente që kam përshtypjen janë pjesë e mëmësisë. Ti dyshon gjatë gjithë kohës, ke ato ndjenjat e faj të vazhdueshme. Unë ndjenjat e faj kam pasur gjithmonë dhe kam akoma. Por ditë të them që kjo rritja derisa janë të vegjël, derisa janë bebe, që kanë ato nevojat, po themi bazike dhe nevojat e zakonshme që mund të ketë një fëmijë, po themi, i cili duhet të rritet, duhet të ngrihet në këmbë dhe sfidat të tjera, heqja e pampersit e tjerë. Unë mendoj që tani është sfida më e madhe. Tani që Bora është gati 14 vjeç, Kroni është gati 11 vjeç, tani ndjenjat e fajt
vinë dhe rriten më shumë, sepse Kur është fillon ky ndryshimi, Orgesa? Kur fillon e kupton që prit se nuk janë më fëmijë? fiks, ajo është në moshën 9-10 vjeç. 9 deri në 10 vjeç. Deri në moshën 8-9, mendoj që janë akoma fëmijë, janë në lodra në atë botën e tyre, kurse tani këta fëmijët të sotëm po përjetojnë një adoleshencë edhe më përpara se sa ne. Pse mendon që ndodh kjo? Nuk e di, mbase me zhvillimet, me teknologjinë, Ka shumë informacion. Me shumë informacion, po, me shumë informacion. Edhe ti je i dyzuar, pikërisht këtu është ajo ndjenja e faj, se çfarë jam duke bërë. Në fillim ne me telefonin kishim një luftë shumë të madhe, nuk i linim, po themi, kohë elektronike, me pak orare. Po. Në momentin që i vendosim një tabletë, pam që Bora u bë shumë nervoze, edhe Kroni po ashtu, se janë grup ata me njëri tjetrin. Bora dhe Kroni janë skuadër. Po. Dhe Çfarë menduam moshe ka qenë kur ja keni dhënë? Kroni ka qenë 2 vjeç, kurse Bora rrjedhi mish 4 në 5. Atëherë ja keni prezantuar tabletin. Deri atëherë un kam qenë me libra, me lexuar, me pralla. Po pse e petë nevojshme? E pashtë nevojshme sepse shikoja vërdall dhe kam përshtypjen se në momentin që ti e dënon këtë fëmijë që mos të ketë tablet ose telefon, e dënon edhe nga bota e jashtme, sepse nuk po i rrisim në një guack ose në një bubble, në një top. Këta po rriten që t'jenë qytetarë dhe t'jenë pjesë edhe e komunitetit, e shkollës, e shoqërisë. Kështu që në atë moment e pash. Por gjithmonë e kemi mbajtur me orare. Gjithmonë me orare. Për shembull si funksionon? Një orë ka qenë. Një orë e gjysmë. Në fundjava pak më shumë. Sepse kam përshtypjen se u çorientuan me këtë botën virtuale, nuk përqendroheshin dot. Kur erdhi raporti me shkollën, patjetër që shkolla i mbante më të angazhuar, edhe më larg tabletave. U përshtatëm disi, tani e shoh që po bëj një luftë shumë të madhe. Kjo sepse Bora është adoleshente dhe ka nevojë të komunikojë me shoqet edhe në shtëpi, edhe pse e lejoj ta mbaj telefonin, deri në moshën 12 vjeç ajo nuk ka pas telefon aktiv. Nuk ka pasur numër telefoni. Dhe mendoj që kam bërë sa kam mundur, sa kam duruar, sa e kam mbajtur, domethënë deri në këtë pozitë. Ta kërkonte? Patjetër. Për sa kohë ta kërkonte telefonin? Patjetër gjatë gjithë kohës, shikonte shoqet që kishin, edhe pse unë e mbaja të angazhuar, e mbaja me piano, me sporte, gjatë gjithë kohës në shtëpi, gatuanim bashkë. Ka shoqja, telefon. Flasim, pastaj ne kishim edhe këtë që flisim me numrat e mamave, flisim me numrat e nënave, dhe ajo krijonte jo se ajo donte të tregonte diçka më shumë, sepse i lexojmë, ajo di shumë që unë do t'ja lexoj mesazhet, sepse do t'ja lexoj, po ja lexoj, si ka merak. Gjithsesi kat këtu. Është një luftë konstante në të qenit një nën cool. Edhe pse ajo kur nxehet më thua, "Boll bëre kështu se si e fare cool, se më ke marr telefonin." E kupton ku është dënimi, ku të dënon. Por që është një sfidë e vazhdueshme, më beso. Dhe nuk e di, këtu është ajo ndjenja e fajit, që apo bëj mirë që po e lë dhe këtë kohë në telefon, apo bëjmë, po unë jam gjatë gjithë kohës në kontakt, unë e di se çfarë aplikacionesh ka. Domethënë unë e di, jam në kontakt edhe të shoqërisë që ajo ka, mbase mund të jem prapa jo mami strikte e fëmirisë, i lia orare, i lia rutinën, po duaj që ta kem në kontroll dhe duaj që mos të kem një surprizë. Dhe në rritje e sipër të dy fëmijëve kam thënë që ju nuk keni asnjë gjë, nuk ekziston asnjë gjë që ju nuk mund t'ma thoni mua ose babit. Domethënë çdo gjëje do t'ja dalim bashkë, do t'i përballojmë çdo, sepse fëmijët tani kanë edhe një ego shumë të madhe në tipin e tyre, në karakterin e tyre, në raport me shoqërinë, në raport me të tjerët. Dhe kjo është ajo që ne po bëjmë, mendoj, lufta që po bëjmë me ta, dhe pse ne kemi folur vazhdimisht me ta, i kemi treguar çdo gjë. Unë di të them që me Borën, për shembull, funksionon shembulli. Nëse unë i tregoj diçka, të jetuar nga unë, asaj i rezonon më shumë kjo gjë. Në raport me shoqet, në raport me ndodhit që ndodhin në shkollë, me marrëdhëniet e shoqërisë së saj, sepse ata janë tashmë duke u formuar në shoqërinë, duke parë se kush është shoqja e mirë, kush nuk është shoqja e mirë. Çdo eksperiencë që kanë treguar time që ma bëri një shoqe kështu, isha dhe unë në klasë të 5. Më ndodhi kjo, më ndodhi ajo më shikon gjatë gjithë kohës me ato sytë e saj, edhe kupton që shiko, dhe mami timi ka ndodhur kjo gjë, dhe më pëlqen shembulli. Sepse ne japim një shembull te fëmijët normalisht. Nuk kemi si prindërojmë ndryshe. Unë kam qëndruar gjithmonë me këtë gjë që përveç dashurisë, që është e pa diskutueshme në modelin e prindërimit tim, edhe pse tani s'po na lën më t'i puthim Orinda. Kur të ka thënë mos më puth më?
Kroni për shumë më lëndoi. Duke të tmerrshme. Unë jam gjithkohë duke puthur. Do mësohesh. Kroni kur e çova në futboll, ka një 2 vite që s'më lëm më kështu në publik ta fut. Ta mami ik tani se po më shikojnë shokët dhe ishte kështu. Ishte ajo dita kur ta. Ishte e tmerrshme, nuk e di pse e vuajta shumë atë gjë që më tha që mos më puth. Se me çunat do të jetë akoma e tmerrshme. Ishte e tmerrshme me çunat. Jo, nuk dua t'i bëj këtë ndarje, se Bora fillon pastaj thot, dua që t'jemi tek normalizimi i barazisë gjinore, aq sa mund të mundet. Tani biologjikisht nuk i barazojmë dot sepse të ndryshëm jemi, s'kemi çfarë t'i bëjmë, por në trajtimin e tyre kemi dashur gjithmonë që të trajtojmë realisht në mënyrë të barabartë. Bora nuk lejon ta puthësh prej vitesh tashmë. Është rast shumë i rrallë, i them do shënoj datën në kalendar kur më ke puthur për herë të fundit. Është dhe karakteri shumë ndryshe i fëmijëve. Kurse Kroni para 2 vjetësh ndodhi kjo gjë që më tha mos më puth kur e çova në stërvitje që e çova në futboll. Pra sa vjeç ishte? Tani Kroni bën 11, ka qenë 9 vjeç. Po nuk të lejon sepse shiko, siç të tregova, këta janë me shoqërinë, këta janë me shokët e tyre. Tani. Dhe pas ka disa rregulla që mami nuk u puth, ka ç'është ky rregull me mam? Hajde këtu. Edhe e shikoj gjithmonë këtë gjë. Kur shkoj për shkakun që e marr, se ai nuk do të rish as aty. Kur shkoj që e marr, i hedh pa kraun, ja bën kështu. Ridrejt. Është pak e dhimbshme, por duhet i respektoj hapësirat e tyre, duhet i respektoj rregullat që ata më vendosin mua, ashtu siç unë i kam thënë mamit tim, ja kam bërë borxh, domethënë, kur i thash që u bëra nën që këto janë rregullat e mia dhe ajo më respektoi, me thënë të drejtën, të gjitha rregullat. Kështu që të duket shpeshherë kjo që sapo the për shembull, kur ne tregojmë si histori dhe unë për mendimin tim është një gjë krejt normale dhe duhet i respektojnë. Sepse kjo është forma si unë dua ta rris fëmijën tim, edhe të lutem respektoje, të jem unë fajtore, të jem unë përgjegjëse për çdo gjë, nuk ka rëndësi. Shpeshherë kur e tregon me zë të lartë, njerëzit janë më çike këto tashim. E vërtetë është, ndeshim shumë në këto gjykime, po. S'ka ndonjë gjë për të keq, pse duhet i vesh rregullat e gjyshes apo ndërkohë që rregullat pa diskutim që ndihmojnë fëmijën. Rregullat janë bërë për tu zbatuar. Kështu që në momentin që tani nuk po vendosim në një rregullor, se nuk jemi në ushtri, edhe po vendosim nuk jemi në një akademi, po themi të mirëfillt kështu edukimi, ne bëjmë çfarë mundemi. Ne bëjmë çfarë lexojmë. Sa libra kam lexuar unë si të prindërosh, përballë faktit të qenit nën edhe prindësh komplet tjetër gjë, sepse është eksperiencë shumë unike, është fëmia unik. 2 fëmijë të ndryshëm, një gocë, një çun, karakteri komplet të ndryshme, shenjat zodiakale të ndryshme. Mua më mbytën akrepët, babi akrep, burri akrep, goca akrep. Kështu që domethënë ndryshojnë të gjitha raportet në atë çfarë ti ke menduar, çfarë ke marrë teorikisht, por mami im duhet të thënë që ma ka respektuar shumë këtë hapësirën edhe respektimin e atyre rregullave që them unë. Madje ajo tregonte edhe shoqë, shiko, më ka thënë Orgesa që në këtë orar do haj këtë, në këtë orar do bëj këtë, do ta ndrosh, do ta lësh kështu, do t'i veshësh këtë rrobë, do t'i veshësh unë e fiksuar fare. Po në telefon e merr shpesh? Patjetër, që e merren telefon, në fillim, jo, duhet edhe unë tani të japi çik vetes time pak kredite, por që mami ka ndikuar shumë, sepse gjatë kohës që unë isha me angazhimet e mia, mentori pastaj ishte edhe në pjesën që unë duhet ikja edhe natën, e kupton, me koncerte, me punë, mund të ikja edhe në një qytet tjetër, kam pasur një ndihmë. Dhe them, si ja bëjnë këto nëna që janë të vetme, nuk kanë ndihmë në kushte të ndryshme, në humbje, ose pa partner, ose pa patur dikë afër, si ja bëjnë. Kështu që lumë ne që kemi pasur mundësinë që t'i rrisim fëmijët me gjyshër, një dashuri e jashtëzakonshme, unë i nxjerr vazhdimisht e promovoj. S'mund ta thuash promovosh prindrit, është e vlerësoj gjithmonë sepse babi ka ndikuar shumë tek ta, mami ka ndikuar shumë, mami im akoma i mëson. Madje, sepse mami është mësuese matematike dhe i bën Borës disa orë ekstra, dhe kur shkon Bora tek nëna, thotë, o nëna, na lodhe me këtë matematikën, pse nuk je si nënat e tjera, që vinë dhe të gatuan dhe je për të ngrënë, nuk të bën ushtrime. Është fat shumë i madh të them të drejtën, sepse të kesh prindër edukator, siç janë prindrit e mi të 2 arsimtar, edhe unë rrjedhimisht kam ardhur prej tyre, të ndikon shumë kjo që të vendosësh një rregull, të vendosësh një etalon të fëmijët, të vendosësh çfarë duhet të bëjnë. Mbas edhe mund të pendohen për këtë gjë një ditë,
por ditë të them që mbase po ndikoj mirë tek ata. Kam lexuar shumë në psikologji që prindrit kërkues, unë kërkoj 10-ën. Jam ajo mami, jam fajtore që unë e kërkoj 10-ën. Mbase të tjerët nuk e kërkojnë, thotë lëre fëmin se nuk ka rëndësi çfarë note merr. Jo, për mua është shumë e rëndësishme. Sepse do ta ndikoj shumë në, unë nuk po them të qenit perfekt, në atë perfeksionizmi. Perfeksionizmi nuk ekziston. Ne i kemi thënë fëmijëve gjithmonë që është mirë të bësh gabim, sepse me anë të gabimit ti shkon atje ku duhet shkosh. Por që jam kërkuese dhe e pranoj këtë gjë. Domethënë unë jam ajo mami që u qëndroj gjatë gjithë kohës në kokë, për çdo gjë, shtëpinë e dua të rregull dhe kam përshtypjen se duhet të ndikoj dhe atyre. Dhe avash kemi filluar që të kuptojnë që do fillojmë të gatuajmë, të bëjmë gjëra që edhe ju kur të dilni jashtë, të keni po themi sensin edhe të sigurisë tuaj për të mos vdekur me ngrënë e gjëra tjera, po që kam përshtypjen që kjo shpresoj shumë të ndikoj shumë tek ata. Edukimi që ne të dy po japim, jemi shumë të dhënë që të dy pas fëmijëve. Kjo pjesa e gatimit, ushqimit, në shtëpi, koha juaj në shtëpi, si është përgjithsisht dhe kur ka nisur kuzhinës, kuzhina është zemra jonë. Po, kuzhina është zemra jonë. Shtëpisë gjithmonë, kështu që është një gjë që ka nisur që herët mes jush. Ka nisur që herët sepse unë i kam darë gjithmonë, sidomos bërin, e kam i çik bezdik të punën e rrëmujës në kuzhinë, jam nga ato femra që nuk e dua të rrëmujën, i ndikoj shumë edhe atyre në atë rregullsinë. Dhe pse mos të them për shembull, nuk ka kur lën çorape kështu rrugës që rrin ose kur lën gjëra të palara ose gjëra. Jam ajo mami që duhet të jenë korrekt për veten e tyre dhe të jenë të pastër dhe të rregullojnë hapësirën e tyre dhe ambientin ku ato bëjnë. Filloi që kur ishin të vegjël pa diskutime dhe mami ka ndikuar shumë se gatimet e nënës, krahasimi midis meje dhe nënës. Uaj. Patjetër i bëjnë dhe tani. Kush gatuan më mirë? Nëna. Nuk krahasohet gatimi nënës, po gjithsesi mua mami më ka ndikuar në këtë mësimin e recetave dhe pa diskutim dua dhe unë që t'ua lë atyre. Për shembull unë një nga pikat e forta të mia është lazanja dhe Kroni mburret për lazanjën time, jam shumë krenare, thot mami im bën lazanjën më të mirë në botë. Po kemi marrë pjesën për konkurse të shkollë me atë lazanjë Orinda. Kështu që jo vetëm lazanjë, se bëjmë dhe gjëra tjera, por që gjithsesi edhe kjo ndikon shumë në të rriturit fëmijët në. Tani ti më themua që i futen në sistem shtetëror fëmijët. Problemi i sistemit shtetëror është që nuk i ka orët, le të themi siç e ka privati, dhe ti detyrohesh edhe të kufizohesh me punën tënde apo të gjesh kurse jashtëshkollore dhe të vazhdosh të investohesh pra edhe pas shkollës. Si e ke zgjidhur ti këtë? Shiko, unë kam pasur një punë ditore, se puna e natës është tjetër gjë që ata nuk i prek, domethënë nuk i afekton shumë sepse puna e darkës është ata mund të jenë në gjumë dhe është pak më lehtë puna mami si këngëtare se mami ka disa punë. Por puna në radio më ka bërë gjithmonë që të kem një komoditet shumë të madh. Kjo sepse unë në mesditë mbaroj punën, mbaroj misionin që kam dhe pastaj kam kohën ose për fëmijët ose për pjesën tjetër të ditës. Kështu që kjo mbase ka qenë edhe fati im që unë kam pasur kohën. Gjithashtu edhe mami nuk është lodhur shumë me mua sepse ka ardhur në mëngjes, unë ik janë punë, unë vija. Por mami ka ndikuar në gjën që më linte gatimin, më linte drekën gati dhe ajo ka qenë gjëja më e mrekullueshme për mua. Ajo të shpëton. Kështu që në çështje oraresh dhe të skedulës së ditës, domethënë un kam pasur një mbështetje të jashtëzakonshme. Domethënë edhe tek puna më kanë krijuar lehtësi edhe kur fëmijët nuk kanë qenë në humor, nuk kanë qenë sëmur. Nuk sëmureshin shumë shpesh të them drejtën, por kur sëmureshin një javë zgjaste ajo sëmundja, e më shumë gripi, por gjithsesi ka qenë një ndarje oraresh, pse mos ta them midis meje dhe mentorit dhe mamit. Në një moment pastaj që mami e pa që ne mund t'ja dilnim vetë, na la të lirë dhe pastaj isha unë dhe mentori dhe jemi akoma tani unë dhe mentori, mami ne takojmë vetëm në fundjavë, por që kjo është shumë e rëndësishme të kesh këtë mundësi, sepse patjetër çerdhja ta krijon këtë gjë, që ka një orar të limituar, duhet shkosh ta marrësh edhe pse çerdhet sot janë bërë deri në orën 4:30, mua Orinda nuk më pëlqente kaq shumë kohë larg fëmijëve.
jam shumë e lidhur me ata, me erën e tyre, me çdo gjë. Pra i ke marrë më herët gjithmonë? I kam marrë gjithmonë më herë. Madje edhe kur më pyesin për reality show, a do marrësh pjesë në Big Brother, a do marrësh pjesë te Ferma, unë i them nuk besoj se do marr pjesë, se bëj do sepse jam nga ai lloj mami që jam e lidhur gjatë gjithë kohës me fëmijët. Madje edhe punët që kam, unë mundohem që ti sjell rreth tyre, edhe të jem rreth tyre. Sepse jam shumë e bindur edhe nga eksperienca e shoqeve të mia më të rritura se unë që u kanë hik fëmijët, më kanë thënë shijoje në maksimum, shijoje në maksimum, nuk e di, e kam kështu si dritë të ndezur që unë duhet të jem gjatë gjithë kohës për fëmijët e mia, ty duhet të jem aty të ndikoj tek ata, të rris, të jem në çdo gjë që ata bëjnë. Madje edhe kur shkojnë në shtëpi, gjëja e parë që bëjmë si kaluam sot, ç'a bëm, themi ndonjë gjë, ndajmë momentet e ditës dhe kemi këtë rutinën që për dikë mund të jetë një rutinë. Për mua është rutina më e ëmbël që kaloj me fëmijët dhe kam përshtypjen se do më marrë malli shumë. Orkes, ti ke provuar të dyja gjinit, si djalin, si vajzën, si djalin në këtë rast, sepse ka ardhur e para vajza, por si mami me kë është më shumë e lidhur mendon? Që këto pyetje. Mendon që është nuk ekziston kjo gjë. Ha? Unë mendoj që kjo nuk ekziston kjo pyetje. Di pse nuk ekziston sepse në momentin që ti i përket kësaj ndasie, nuk them ndasie, ka njerëz për shembull që kanë qenë për gocë gjithmonë. Unë kam qenë gjithmonë për gocë, por nuk e di si do isha me djalin. Unë për shembull mendoja që do isha mami gocash. Po, për këtë po flas. Nuk është ajo, domethënë, sepse u vura para faktit që do jesh mami gocë edhe çun. Patjetër që ti ke të tjera mendime për si do jesh dhe tjetër gjë të ndodh. Pra, e di ku e kam më shumë, pra, kush ka qenë më i varur pas teje? Goca apo djali? Në këtë pikë më shumë e kam. Është pyetje shumë e vështirë. Djemt lidhen shumë pas këmbëve. Është pyetje shumë e vështirë, por shumë të vështirë shkëputjen. Ne jemi munduar që mos ta kemi këtë ndasi. Është ajo që në kuptim, jo, e di, por pikërisht jam unë, është prindja ai që ndikon në këtë, po themi varësi është kjo, sepse një fëmijë është më i varur nga mami ose nga babi dhe një tjetër është më pak i varur. Nuk kemi dashur ta bëjmë këtë gjë dhe të them të drejtën, edhe kur më pyesin, nuk e pranojnë shoqet e mia kur më thon, kush është më i lidhur me ty, Kroni apo Bora? Nuk është kështu. Nuk është kështu për mua, ose unë nuk e kam ndier këtë gjë. Mbase unë jam perfekte, domethënë në këtë dhe e kam bërë ndarjen në mënyrë të barabartë, por jo, nuk e ndjej të nevojshme të them që çuni, edhe pse gocat në Instagram më thon sa të ka ngjar Kroni, ky është çuni i mamit. Po jo. Domethënë përpiqem të jem shumë e përpikt dhe të jem shumë e baraspeshuar në këtë gjë. E di pse dua të jem e baraspeshuar sepse nuk dua që një ditë fëmijët të thonë siç na kanë thënë ne që ti Orgesa je preferuara. Po këtë sjam, në mënyrë absolute. Dua që të evitoj këtë gjë. Pastere janë shumë të lidhur pas mamit. Kjo është e vërtet. Është e vërtet, por Kroni siç është i lidhur me mua, është i lidhur edhe me babin. Pra kjo gjëja nuk ka ndodhur në shtëpinë tuaj. Nuk ka ndodhur mbase na ka ndihmuar kjo gjë? Na ka ndihmuar sepse jemi me një bab, domethënë që në shkenca politike edhe në marrëdhënie ndërkombëtare i ka shumë të qarta këto ndarjet e roleve të secilit shtet, po themi, dhe unë kam ndjekur gjithmonë këtë modelin që unë dua të rris fëmijët të barabartë, independent, edhe mos të kenë, po themi, jo trauma, se trauma është e rëndë si fjalë, po, mos ta kenë këtë mungesën, që për shembull Kroni nuk ka kaluar më shumë kohë se unë, sepse unë kam kaluar më shumë kohë me Borën dhe respektivisht. Prandaj të them që mbas edhe kjo mund të ndikojë që ata të bëhen të plotësuar, sepse këto mund të ndikojnë edhe në mini trauma të vogla, në pengesa dëshirash shpirtërore. I flasim të gjitha gjërat, domethënë bashk, madje edhe kur bëjmë shaka, që ja ti po rri më shumë me Kronit, unë e kaloj direkt, domethënë sferën, sepse nuk dua, mbase gaboj, mbase duhet të jetë, domethënë që sepse është bërë një ndarje që gocat janë më shumë e babi. Jo, nuk e pranoj këtë, s'dua. Jo, se pranoj këtë. Asun se pranoj këtë. Ose çunat janë bërë më shumë lidhen me mamin, edhe nuk dua ta pranoj sepse dua që të kenë. Por nga eksperiencat të tjerëve e bëra si pyetje. Jo, është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë, është një pyetje shumë e vënd, por ditë të them që në familjen time jemi munduar gjithmonë që balancat i kemi shumë të qarta. Koha të kalohet. Shiko, pa diskutim, ka një moment në jetë që për shembull kur vajza bëhet gocë, edhe kur i ndodhin ato ndryshimet e veta hormonale, që patjetër ajo do jetë më shumë e lidhur me mua, sepse do ndjehet që mund të flas më shumë me mua. Por unë nuk dua që të privohet edhe nga të folur dhe nga të pasurit një raport të ngushtë me tjatin. Është e njëjta gjë edhe me Kronin.
futem unë shikoj futboll sa duash ti, shikoj gjëra që ti jem, domethënë edhe për Kronin, domethënë ti jem një mami që mund të shkoj dhe unë në futboll si babi, mund ta marr, mund t'i flas për gjëra, domethënë në këtë aspekt po të them që dua të rris fëmijë të barabartë, edhe në dashuri, edhe në respektin që krijoj për ta, edhe në pjesën e ndarjes, po them nëse mund të ketë një ndarje midis tyre. Dhe kam besuar gjithmonë edhe është koha e tillë. Sot është bota ndarë në këtë, po themi, barazin, të drejtat, gjërat, bora shumë edhe në pas këtyre, sepse i ka shumë qef kauzat, është një fëmijë që do këtë barazin e përjetshme, nuk do që të ketë ndarje gjinore, madje kur i them u shkolaj pjatat, thot, po Kroni do t'i laj? I thonë, po Kroni nuk i lan pjatat se çuna. Është çuna ai, ë? Bravo mami, po rrit një djalë i cili do bëhet një ditë një maskilist i vërtet. Dhe nuk e dua këtë gjë. Në momentin që unë e shikoj që ajo kupton që ka një ndarje midis tyre, okay, Kroni çou të lash enët, të lutem, sepse edhe femrat edhe çunat do t'i lajnë enët. Domethënë në këtë raport ne jemi në këtë mësimin e vazhdueshëm të gjitha balancave që përbën një personalitet sot në ditët e sotme. Se dikur nuk ka qenë kjo. Vllai im për shembull nuk ka larë enët, e kam laru me motrën time. Po, e ka qenë vështirë ti mësosh, po. Shembulli është ky, që sot ndryshojnë kohët, siç ndryshojnë fëmijët, siç ndryshon zhvillimi, siç i ndryshon ajo tableta e vogël në cilën ata shikojnë çdo gjë, dhe rrjedhimisht na ndikojnë edhe ne. Sepse unë mund të them që mua më ka rritur Bora dhe Kron. Mua më kanë rritur, më kanë bërë ky njeri që jam. Ta them me sinqeritetin më të madh. Kush është ai prind që thotë që unë i kam rritur fëmijët, detyra jonë është që ne t'i rrisim. Ne jemi ata që do t'i rrisim, do krijojmë kushtet për ta, do bëjmë çmos që të kenë çdo gjë, që mos i mungojë asnjë gjë, por edhe ata na rrisin ne. Kur ka filluar Bora të pyes për trupin, për gjëra që donte të dinte pak më tepër? Asnjëherë s'më ka pyetur. Sepse ka tabletin prandaj. Nuk më ka pyetur asnjëherë dhe për këtë më vjen shumë keq. Unë i jam ofruar, domethënë unë e kam para përgatitur për çdo lloj ndryshimi hormonal që do t'i vi, që rrjedhimisht domethënë edhe i ka ardhur. Por në kohën tonë këto gjëra kanë qenë shumë ndryshe. Ne gjenim ngushëllim, po themi, ose kuriozitet tek shoqet. Nëse do kishim mundësi të në një zysh pak më e hedhur që mund të ishte në atë kohë që mund të na tregonte më shumë. Në kohën time nuk kanë qenë këto gjëra. Sot këto janë të rritur me një informacion të menjëhershëm. Nuk ka që të bëj një pyetje, i bëj unë pyetje, se si është kjo gjë dhe ma kthem përgjigje. Kështu që ne jemi përballë diçka e të panjohur, nëse mund ta them këtë gjë. Jemi përballë diçka e të panjohur, ne njohim diçka tjetër, jemi rritur nga një tjetër realitet, nga realiteti vetëm i televizorit, aty orarit, kishim orën 3 me 4 të Italia 1 që ishim dhe s'lëviste, kishim kohën për të lexuar, kishim kohën, nuk e kishim këtë kohë. Por ditë të them që nuk e luftoj këtë gjë, Orinda. Nuk më pëlqen domethënë që ta luftoj dhe të bëj gjërat që kemi bërë ne, sepse këta janë fëmijë të kësaj kohe dhe ne do bëjmë gjërat e kësaj kohe. Për shembull kur më pyesin si ja bën, patjetër që unë vendos orare, vendos rregulla, por nuk mund t'i privoj nga ecja e çdo gjëje që ndodh sot. Edhe momenti kur unë fola me Borën, domethënë për çështjet e ndryshimit, unë kuptova që ajo i dinte disa gjëra. Dhe mua më erdhi shumë mirë për këtë gjë. Patjetër që unë ndikova në eksperiencën më personale edhe në të mësuarit pak më me ndjeshmëri, për ta kuptuar ajo, domethënë që kjo është diçka normale, por në të njëjtën kohë, të qëndrojmë pak te barazimi, Kroni dëgjonte disa nga këto biseda dhe si kurioz që ishte, dhe më është dashur që t'ia tregoj dhe Kronit që domethënë çfarë do t'i ndodhi trupit të një vajze dhe trupit të një dhe Kroni më e kujtoi si një periudhë shumë emocionuese se tha mami je mirë ti për atë që të ndodh ti? Është okay? Edhe ishte domethënë u çudit sepse çuni është më sensitiv. Kroni është pak më sensitiv në ndjeshmërinë që ai ka si djalë, e shikoj që loton pak më shumë, është më i dashur, është më mamone kështu si djalë, vjen pak më shumë doli. Por ideja është që nuk dua t'ja ushqej dhe të kem këtë diferencën e madhe, që mos të lë vend për krahasim edhe për hatërmbetje midis tyre. Dua të ruaj balancat. Sot çfarë kërkon më shumë kjo moshë? Kërkon më shumë kohë, kërkon më shumë durim, apo kërkon më shumë kuptim? Të them të drejtën, nuk e di se çfarë duan sot. Nuk e kuptoj realisht, domethënë se cili është qëllimi. Madje është një inkognito i vërtet se ku do shkojnë këta me këtë informacion që kanë edhe me këtë rritje që ne po bëjmë. Nëse ne dikur do kishim për shembull golin ton, do kishim rritjen të qenit fëmijë të edukuar, të sjellshëm,
do merrnim jetën tonë në dorë, do shkonim në universitet, do bënim profesion. Tani unë realisht nuk e di se çfarë do ndodh me fëmijët dhe kjo gjë më tremb shumë. Mua më tremb një rrezik i mundshëm që do të vinë në një moment, më tremb fakti që nuk do jem aty me ata. Është shumë e vuajshme kjo për mua. Mentori më thotë gjatë gjithë kohës qetësohu, s'ke pse i fantazon gjërat dhe imagjinojnë gjërat. Por kjo është ajo të qenit një nën shumë në merak për fëmijët, edhe merak më bën edhe pikërisht nuk e di ku shkon kjo rruga e teknologjisë, nuk e di ku shkon kjo rruga e të diturit çdo gjë, sepse me këtë informacionin e shumë që kanë, nuk e di a do kenë mistere dhe a do kenë gjëra të pazbuluara, sepse ato i zbulojnë në një formë shumë të shpejtë. Nëse ne do na duhej të zbulonim diçka për një vit, ata me një klikim e përfundojnë këtë zbulim që na është dashur shumë për ta lexuar, për ta jetuar dhe për ta kuptuar. Cilat janë ato sfidat më të mëdha që has për momentin ti me fëmijët? Domethënë, është pjesa e largimit të tyre, pjesa që po e merr më shumë shoqëria dhe ti nuk ke mjaftueshëm hapësirë për ta, sepse ato e kanë fokusin më shumë tek pjesa e shoqërisë. Unë gjykoj që është më shumë aspekti emocional. Nëse dikur lexoj shumë edhe shoh shumë edhe humore kur thonë që qa ankthi ke ti në kohën time s'kishte ankth. Sot vështirësitë më të mëdha që ndodhin në atë kokën e tyre ose në atë shpirtin e tyre është pikërisht ajo e brendshmja, çfarë ata mendojnë dhe çfarë ata ndjejnë. Mendoj që unë si fëmijë jam tjetër gjë në si është Bora dhe si është Kroni, ose unë kam pasur të tjera dëshira, kam pasur të tjera obligime familjare dhe të tjera gjëra kanë fëmijët sot. Pra këtyre nuk u mjafton të kenë kushtet e favorshme, të kenë çdo gjë, nga pikpamja e kushteve, po themi dhe fizike dhe çdo gjë mos ju mungoj në shtëpi, shkolla, edukimi, çdo gjë. Këta ndjejnë, me sa kuptoj unë, diçka brenda tyre, domethënë ndjejnë atë mbase një boshllëk, nuk mund ta them boshllëk sepse unë përpiqem gjatë gjithë kohës që të jem në komunikim të vazhdueshëm. Pra, ti mund të rrisësh shumë fëmijë dhe ti rrisësh me atë periudhën e mëmësisë, gjithdhënies, pampersi, u çuan këm, ka këtë, por faza më e rëndësishme e mëmësisë fillon tani, ku ata po ndërtojnë personalitetin e tyre dhe është pikërisht ky momenti kur ti ke pikpyetjet e tua, çfarë ndodh brenda kokës së këtij fëmie. Sepse unë e gjej ndonjëherë Borën për shkakun që është e shpenguar, i ka hequr syt nga librat ose nga momenti dhe e ndjej kështu dhe them, "Mam, për çfarë po mendon?" Thot asgjë. E di që aty ajo po mendon për diçka. Dhe jo më kot ne bëjmë me Borën për shembull dalim vetëm, kam kohën që dal ndonjëherë me Kronin. Më pëlqen shumë kjo kohë e kaluar. Që i ndan nga njëri tjetri. Edhe pse ne jemi një familje që jemi shumë organik me njëri tjetrin, të katërt, bëjmë çdo gjë bashkë, udhëtimet bashkë, ndajmë çdo gjë bashkë. Mendoj që ndikon edhe kjo që të kaloj dhe unë pak kohë me Kronin, të kaloj dhe pak kohë me Borën dhe e njëjta gjë edhe me babin e tyre. Pra ti është ekskluzivisht për njërin apo për tjetrin? Sepse ndjej që ajo ka për të më thënë, ajo do të më thotë dhe është pikërisht ajo periudhë ku unë kuptoj më shumë për këtë fëmijë që po rris. Pikërisht për çështjet, për ndjesitë e saj, për emocionet e saj, për marrëdhëniet që ka me shoqet, për ato ndjesitë që mund të ketë në këtë fazë të rritjes. Dhe kuptoj që unë nuk jam shumë e përgatitur. Patjetër unë nuk mund të kem një doktoraturë ose PhD në psikologji. Unë mund të bëj vetëm nënën që jam në raport me çfarë mendoj unë. Dhe të kam thënë që e thash edhe në fillim, ajo që unë mund të jap është shembulli. Domethënë ne po i rrisim fëmijët në bazë të një shembulli. Fëmijët e mi funksionojnë më shumë kur unë nuk jap shembullin tim. Pra nëse më shikon që jam duke bërë diçka, kam përshtypjen se mos sot, nesër do ta bëj atë gjë, sepse e pa tek unë këtë gjë. Patjetër që nëse unë do marr një libër në dorë dhe do t'i flas për atë librin, është shumë e vështirë sot që ti mbash tek libri, sepse janë më shumë të lidhur. Ka ndodhur që për shembull kam treguar për një libër dhe e ka kuriozuar dhe ka shkuar e ka lexuar këtë libër. Pra ne jemi shembulli i fëmijëve tanë. Është e padiskutueshme kjo gjë, Orinda, ta them me shembullin tim, por që prap ti nuk e di se çfarë ndodh te koka e tyre. Dhe jo më kot unë gjatë gjithë kohës edhe me eksperiencat, edhe me dëshmitë e shoqeve dhe të njerëzve që kanë pranë, i qëndroj pranë sepse dua që ajo të kuptoj që ti mund të ndash çdo gjë me mua. Mbase ka një ndarje mam-fëmijë, se mbase ajo në një shoqe mund të ndjej pak më shumë dhe ma ka thënë këtë gjë që nuk mund të them dot ty asnjë gjë, se do t'ja them shoqeve. Të po më provoj një herë. A ka shoqe të ngushta? Ka shumë shoqe. Ka shoqe dhe ndodhi diçka që ndruam shkollën. Edhe aty ndryshoi realiteti i këtij fëmie që deri tani kishte njohur vetëm këto shoqe gjatë kësaj kohe.
dhe ju deshit të bënte shoqe të reja. Dhe më pëlqeu kjo gjë, sepse aty fillova të kuptoja bashkë me mentorin karakterin e fortë që ka Bora dhe të përshtaturit me çdo gjë. Dhe aty menduam që pas kemi bërë diçka të mirë, domethënë po edukojmë mirë dhe po i sjellim që të ketë një approach, një afrimitet tjetër me çdo situatë. Domethënë duke i treguar me eksperiencat e mia që dhe mua më është dashur të ndryshoj, të bëj këtë dhe më ka ndodhur kjo, më ka ndodhur ajo dhe më pëlqen që ajo më dëgjoi, sepse të njëjtat gjëra që unë i thash, asaj dolën dhe më erdhi më tha, "Nga e dieti që do ndodhte kështu?" Sepse kam jetuar më shumë para teje, mbase, domethënë kam jetuar disa vite para teje. Sa ndikon shkolla tek ata? Jashtëzakonisht. Shkolla është 50%, për mos thënë edhe 60, sepse shpenzojnë një kohë shumë të madhe gjatë ditës, edhe ndikon në shoqërinë e tyre, në socializimin e tyre, marrëdhënien që do krijojnë me mësuesit, me shokët, me shoqet, me grupet e ndryshme, me kurset, sepse për mua ka qenë shumë e rëndësishme që mos të kenë vetëm shok dhe shoqe në shkollë, të kenë edhe në pallat, komshi e shoqe që dalin, luajnë si dikur, domethënë ne kemi atë lagjen fati jon që kemi një lagje shumë të bukur edhe jo shumë të betonizuar, në cilën fëmijët dalin gjatë gjithë kohës, dhe mos kur vjen vera fëmijët e mi janë jashtë. Dhe unë jam si mami im që më thriste Kroni, Bora, hajde. Dhe më pëlqen kjo gjë. Pra, të kenë shoqëri kudo. Të kenë shoqëri edhe tek kursi i volejbollit, edhe tek kursi i pianos, edhe te një kamp veror që do shkojnë. Sa më shumë shoqëri të kenë, aq më shumë ata do kuptojnë natyrat e ndryshme njerëzore. Por unë i kam thënë diçka që shoqëria nuk është gjithçka. Familja është më e rëndësishme. Më vjen shumë keq që e them këtë gjë, mbase në krijimin e disa viteve eksperiencë nuk bëjmë dot pa shoqëria, sepse është ai momenti që do shkëputesh, të vjen një shoqe, do pish një gotë verë, do kënaqesh. Por familja, patjetër, familja është ajo dhe këtë u them gjithmonë. Përballja me Roblox, ke pasur ti përballje me Roblox? Kam qenë gjatë gjithë kohës në kontakt, sepse Kroni ka qenë më i dhënë pas Robloxit, edhe Bora, dhe më ka ndihmuar shumë fakti që janë shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe kanë qenë në lojë loznin bashkë. Me njëri tjetrin, Borës i shkelja syrin se ajo e kuptonte që duhet. Edhe u kam thënë, shiko, këtyre fëmijëve sot është më mirë t'u tregosh pse ti ke frikë. Kam frikë sepse një burr i rritur që është 60 vjeç mund të futet me një akaunt fëmije, ai është domethënë predator, ua tregoj të gjitha këto gjëra. Domethënë këta funksionojnë më shumë kur ti ua tregon me sinqeritet si është gjëja, se sa t'u tregosh kamuflimin se pse ti ua merr. Domethënë unë nuk jam nga i prind që sille këtu se dua unë këtë gjë. Po pse? Sepse ka një pasojë për këtë gjë. Kështu që është më mirë që t'u tregohet. A thonë se çafut kot, s'ka. E thon atë sepse janë shumë të kontrolluar dhe madje mua më pëlqen, jam gjatë gjithë kohës i dëgjoj me vesh, domethënë edhe në dhomë kur shkojnë, un jam gjatë gjithë kohës atje që të kuptoj me kë flasin këta. Por që duke mbajtur në kontroll, mund të arrish një sukses të vogël, ata tani e kanë harruar Robloxin, as duan t'ia din fare. Nuk kanë. Domethënë është çështje, ajo është fazë. Etap. Është një etapë që ata duhet ta kalojnë. Tani kanë të tjera interesime, të tjera gjëra. Unë i kam pasur çfarë interesi kanë aktualisht? Tani shikon në raport me shkollën, për shembull ato kanë lojra të ndryshme, programimi, lojra domethënë që krijon, domethënë është një tjetër fazë, një tjetër etapë në një moshë të ndryshme. Patjetër që lozin akoma Roblox, kanë qejf domethënë këto ndërtimet, janë më shumë të dhënë pas YouTube-it, por duke qenë se ne YouTube-in e kemi të hapur në sallon dhe e kemi në shtëpi, jemi në kontroll gjatë gjithë kohës se çfarë shohin. Por që unë nuk i lë rindat të kenë shumë kohë për teknologjinë, sepse i mbys në kurse, i mbys në trajnime sporti, kurse, gjithashtu gjë të huaja, dhe mendoj që do thot dikush më ku po i çoni këta fëmijë. Apo e ngarkojnë më shumë se duhet. Mendoj që unë mendoj me timen që unë po jap maksimumin e asaj që unë di që t'u jap, të edukimit edhe të paturit informacion. Po atë thon përballesh ti me shprehjen po lodhem shumë me këtë lloj jete. Atëherë unë i them e di që po lodhesh, po kjo është e vetmja gjë që ti bën. Domethënë unë merrem dhe babi me domethënë sigurimin e çdo gjëje tjetër, ti do merresh me edukimin tënd. Mentori është edhe më shumë i duruar në të shpjeguarit të gjërave. Ai është një babai mrekullueshëm dhe kur hodha një video një ditë, më pëlqeu shumë ai moment që kapa atyre, sepse debatojnë shumë me njëri tjetrin dhe më pëlqen që ka debat, ka komunikim, ka pyetje, ka domethënë një komunikim i ndërsjellët midis tyre. Edhe hodha atë momentin në Instagram edhe pash që kisha shumë njerëz domethënë që
menduan se ishte një moment i krijuar, Nistisur. por ishte shumë, domethënë unë isha një kamera e fshehtë aty, sa që ka filluar mentori thotë unë nuk flas dot me fëmijët e mi se je gjatë gjithë kohës duke më xhiruar. Më pëlqejnë shumë ato momentet që kanë me njëri tjetrin, sepse mentori është edhe më i përgatitur në komunikim, ai është mjeshtër i komunikimit dhe ka një përsjatje më ndryshe me fëmijët, edhe më duket sikur ai i bind. Dhe nëse unë për shembull kam kaluar një nivel që nuk arrit dot i bind, thras atë dhe pastaj krijojmë atë. Por që unë ditë them që edhe pse po u japim kurse, po u japim në trajnime të ndryshme, po i përgatisim që t'jenë maksimumi i tyre. A të kanë kërkuar vëlla apo motër? 3 pika, reticencë këtu, sepse është bisedë. Jo kishte me pikë pyetje. Kjo është pyetje e ditëve të fundit dhe më ke kapur në një moment shumë të ngrohtë të këtij diskutimi. Shiko, unë ditë të them që unë jam fëmija i tretë. Do me thënë, motra është e madhja, vllai është i dyti dhe unë jam e treta. Po sikur prindërit e mi mos më kishin bërë mua, çfarë do kishte ndodhur në këtë botë? Kështu që dyshoj në njëre dhe themore, po sikur ta bëj. Por në këto kushte ku jemi, në këto mundësi që kemi, unë ditë të them që nuk e kam luksin që të kem një fëmijë të tretë. Më vjen shumë keq ta them këtë, por kemi arritur në këtë kohë të jetës tonë, të vrullit të jetës që sikur do me thënë me planifikim, nëse do ta bëja me planifikim, nuk do ta shikoja të arsyeshme. Ne provuam që të flasim fëmijëve, siç flasim për çdo gjë, edhe i ulëm. I bëm edhe një kështu si rreng, dhe i ulëm edhe do t'ju them diçka. Dhe këta ishin kështu e pan që ishte një situatë, do me thënë ishte një elefant në dhomë në atë moment. Edhe e pan, çka ka ndodhur? Gjatë gjithë kohës duke na parë dyve. Ta mendori, po sikur të bëjmë një fëmijë të tretë. O, jo, mos! Doni të bëni fëmijë të tretë, po jeni shumë të vjetër. Çfarë? Ne jemi të vjetër? U pa me një tjetrin dhe isha ai momenti që unë i thash, meqense kjo mendon që jemi të vjetër, hajde bëjmë një fëmijë nga ai nati. Por që e kemi diskutuar dhe Kroni kishte diçka shumë personale për të lutem, nuk dua të jem fëmia i mesit. Po pse më birë? Se fëmia e mesit nuk e do askush, po ne të duam shumë. Dhe kemi pasur këtë diskutimin. Megjithatë unë kam dhe shoqet e mia që janë bërë nëna në një moshë, domethënë që kanë pas dhe një diferencë 18 vite mes dhe kanë thënë, e kanë shijuar shumë të shtazaninë e vonë, po themi, por nuk i dihet. Unë 40 vjeç jam, deri 45 vjeç kam kohë 5 vjet ta menduar. Por ama ti ke kohë për ta menduar, por thua tani, se ma the edhe në fillim të episodit që unë jam një fazë tjetër, ti kërkon të kthehem te faza e pelenave, apo e qumshit, apo e pagjumësisë, ndërkohë që unë jam një tjetër një fazë që unë duhet të vijoj me edukimin e tyre dhe me rrugën e tyre. Si do e bënte kjo rrugtimin tënd, ardha e një fëmie të tretë? E ke menduar vetë? E kam menduar, edhe po ta mendoja nuk e di se çfarë do ndodhte, por ditë të them që të merr kjo rutina, domethënë në momentin që ti me tënden e ke mbaruar, po themi, planin familjar të shtuarjes së familjes, ti je, domethënë, në një fazë që nuk po e mendon më këtë gjë. Vetëm nëse ndodh një surprizë, si Kroni, vetëm nëse ndodh diçka, domethënë, që ti nuk e prisje dot. Por unë realisht jam në një fazë tjetër. Unë kur shikoj shoqet e mia që kanë të vegjël ose kur shoh beba, them pse kam qenë unë kështu, i harron disa gjëra. Domethënë harrohen kaq shpejt ato vuajtjet e ëmbla, ato vuajtjet e vogla me fëmijët. Ajo gjithëdhënia që mua më doli gjak atëherë, domethënë ishte natë dhe unë thosha çka kam bër, domethënë ai tamam një e panjohur, ti po shkoje drejt një të panjohure, por duke qenë se disa të panjohura i ke kaluar tani, ti e merr për të merrë faktin që shiko, unë jam në një luftë më shumë edukimi të personalitetit të tyre se sa fizikisht të rriturit të një fëmije. Dhe më beso kjo është faza më e vështirë. A mendon që ke pasur baby blues? Ke kaluar baby blues? Që është sot? Pra le të themi një depresion postpartum. Po e them sot, sa atëherë ti nuk e kupton. Po, në atë moment ti nuk e kupton. Me borën po. Ishte një mixed feelings, një ndjesi shumë e madhe emocionesh, saqë ti mendon sikur po i bën keq fëmijës. Si mund gjetë mishi. Kam pasur shtëpinë në kat të 5, domethënë, dhe mami nuk ishte në atë moment. Unë isha shumë e lodhur, edhe ishta nga pagjumësia, nga lodhja, dhe mu duk sikur me erdhi trupi im, më shkoi dhe sikur po më binte goca bebe 2 muajshe nga ky balkoni. Dhe unë e bllokova komplet nga frika e madhe, domethënë duke ju treguar, dhe kjo pra është problemi, që nuk tregohen disa gjëra, mbase mbahen brenda.
unë mendoj që komunikimi është shumë i rëndësishëm në çdo gjë, edhe pse ajo gjë mund të jetë budallallike dhe ti mund të jetë. Kjo është shumë e rëndësishme se kjo më bëri mua të mendoj që unë i pas kam domethënë disa mendime të tilla. Dhe unë e ndava me mamin këtë gjë. Mami më tha që është okay, domethënë edhe ne kështu kemi pasur, domethënë është nga frika e madhe që ti e do kaq shumë këtë fëmijë, sa që ke frikë mos i bën dëm. Mami kështu ma shpjegoi. Pastaj e kuptova që ky mund të ishte një val, po themi e vogël, ose një bulzë e vogël, e një postpartumi, por që gjithsesi duke pasur njerëzit afër rindat çdo gjë kalon. Prandaj dhe ta thash që po duhet komunikuar, duhet komunikimi është po. Nëse nuk e thua, nëse nuk e ndan këtë gjë për shkakun me ajo ligjur, ajo do rri aty. Ne kemi pasur biseda shumë, më kanë pëlqyer gjithmonë bisedat mes mamash, siç jemi edhe sot këtu, që ndajmë eksperiencat tona. Ti nuk e di se si mund t'i ndikoj dikujt ndarja e eksperiencës, çfarë të ka ndodhur ty, rrugtimi jot me dikë tjetër. Mund t'i ndikoj maksimalisht. Sepse mua për shembull, unë tani nuk i nxjerr dot më në Instagram fëmijët sepse më kanë vendosur blok. Jemi në atë fazë tani. Tani jemi pikërisht në atë fazë, domethënë ti kujton atë kohë të karantinës që Bora e lante mollët, edhe tregonte si kishte kaluar ditën dhe thoshte paçim fansa. Bora sot është këtu. Nuk do të dali as me fytyrë, as me. Domethënë imagjino se në sa faza ti kalon derisa arrin këtu, domethënë. Dhe unë e kam dar gjithmonë çdo gjë që kam pasur për mëmsinë me sa kam mundur, edhe kam parë që kam një komunitet ndjekësh që më shikojnë edhe më pyesin, edhe kam dashur gjithmonë, më kam pyetur shumë mama në kohën që kur shikojnë diçka që nxjerrë kështu, dhe është një ndihmë që ti i bën dikujt, më beso. Të kalosh, të shpenzosh pak kohë, të ndash nga eksperjenca jote. Kur ajo e bën kështu? Ajo e bën gjatë gjithë kohës. Çfarë tregon? Mendon? Kam përshtypjen se nuk jam e vetme në këtë gjë. Kam shumë shoqe e shok që kanë fëmijë, vajza sidomos, që e mbulojnë fytyrën, sepse me ekspozimin e shumët me teknologjinë, kanë dhe disa rreziqe për këta. Unë nuk e shikoj kështu, unë dua të bëj foto, dua të bëj video, dua ti stopoj në korniza të gjitha kujtimet e bukura që ne kalojmë bashk, por tani ka ardhur një fazë ata të dy nuk duan, dhe unë i kam në reaksion zinxhir të dy fëmijët. Po pse mendon? Shiko, me sa kuptoj unë, sot me ardhjen e ekspozimit të madh në rrjet, fillojnë edhe talljet, edhe bullizimi. Dhe unë e kuptoj dhe e besoj këtë gjë. Mbase unë me, po themi, jetesën time si një person publik që kam një Instagram, kam një fytyrë, nxjerr videoklipe, këndoj, kam një jetë, domethënë, shumë të hapur në kuptimin që jam në kontakt me njerëz gjatë gjithë kohës, unë nuk e kam parë ndonjëherë këtë, ose vi nga një tjetër rritje. Kurse brezi i këtyre është shumë i kujdesur. Është një brez që nuk duan të bëhen meme. Domethënë kjo është motoja e tyre. Unë nuk dua të bëhem meme. Sepse të bërit meme sot sjell një rrezikshmëri shumë të lartë. Domethënë rreziku sot është të bësh meme. Unë nuk e kuptoj, pa diskutim, ose nuk dua ta kuptoj, por unë e respektoj. Siç ta thash, në momentin që ata nuk duan të jenë pjesë e videove të mia, e fotove të mia, domethënë unë duhet ta respektoj se nuk kam çfarë bëj për këtë gjë. Patjetër unë flas gjatë gjithë kohës, madje ajo pyet gjithë kohës, e ke për vete apo e ke për Instagramin? Do të sigurohet. Unë shpresoj që të jetë një fazë, sepse unë dua që të bëjmë kujtime shumë të bukura me Borën edhe me Kronin, dua që ta ndaj me botën të qenit nëna e këtyre dy fëmijëve, që për mua janë të jashtëzakonshëm, sepse unë realisht bashkë me mentorin po i rrisim të jenë qytetar, të jenë të edukuar. Ti kur Bora erdhi, Bora ka ardhur, në ditë të Kurban Bayramit. Edhe ka qenë një ditë shumë e mrekullueshme, e cila më ka bërë mua që të thellohem në besim, dhe unë që prej vitit 2012 unë agjeroj çdo vit. Kjo sepse e mora si shenjë këtë gjë. Im shoq gjithashtu agjeron, edhe është diçka shumë e bukur që ti përkasësh një besimi, të besosh. Nuk më pëlqejnë këto paragjykimet që kanë njerëzit, dhe njerëzit paragjykojnë shumë për shkak të besimit të tyre. Unë nuk e kam ulëritur asnjëherë besimin tim, madje edhe këtu që po e them tek ti, po e them sepse ne sapo dolëm nga një muaj i shenjtë, edhe sapo dola nga agjërimi, edhe për ta theksuar pak faktin që Zoti ma ka çuar fëmijën pikërisht në një ditë që ishte Kurban Bayram, domethënë, që ishte ditë shumë e rëndësishme ajo, që aty ndaheshin a do bëhesha nën unë apo jo, a do ikja nga kjo jetë apo jo, sepse realisht Tanzania me Borën, momenti kur lindi ishte shumë i sikletshëm për të gjithë, dhe kjo më bëri që realisht të besoj shumë. Unë kam besuar
që e vogël, kam pas një marrëdhënie shumë personale. Marrëdhënia me Zotin është shumë personale dhe vazhdoj t'i besoj kësaj dhe ta ulëras këtë gjë. A e ndan me fëmijët? Patjetër që e ndaj. I respektojmë shumë në bindjen e tyre në çdo gjë, në informacionin që ata do marrin. Pa diskutim që ne u japim çfarë dim, çfarë besojmë, pastaj është çështja e zgjedhjes së tyre. Por vitet e fundit, duke qenë prindrit janë shëmbulltyr, duke qenë se na kanë parë që ne çohemi në mëngjes, kanë dashur dhe edhe ata 2 vitet e fundit e kanë përjetuar këtë eksperiencë dhe më beso është diçka shumë e bukur ku ti agjiron në familje, kur çohesh në orën 4 të mëngjesit dhe jeni të vendosur të 4, han, ushqim, pra keni agjëruar të 4 kemi agjëruar dhe është një gjë e jashtëzakonshme. Më falni, më gjykoni sa të doni, domethënë edhe më tregoni se janë të vegjël si jo ka gjykime, se janë të vegjël si mund ta agjërojnë. Që të agjërosh do të thotë të mësohesh me sakrificën, do të thotë të kuptosh çfarë është sakrifica dhe çfarë është mos i kesh ato gjëra që ti ke zakonisht gjatë gjithë kohës. Se mua më pëlqen kjo gjë e agjërimit, që ata kanë përjetuar. Një moment që të ka bërë të qash si nën. O Zot, ajo dita e parë e shkollës. O Zot, ajo dita e parë e shkollës. Ua, më duk sikur e çova në një botë tjetër, në një shtet tjetër. Nuk e di, aty ka qenë dita që kam pas shumë emocione. Dhe festat e abetares. Edhe ato. Festat e abetares i kam të xhiruara. Madje kam marrë, nëse nuk do kishin prindit e tjerë që ishin, domethënë do merja sepse nuk e di se çfarë ka ai momenti i abetares, por duket sikur këta futen në një fazë pak më të pjekur si fëmijë, domethënë lën pas sepse ti po ta mendosh nuk është ndonjë gjë shumë e rëndësishme sepse është përfundimi i klasës parë. Por ne kemi përjetuar, nuk e di, me një emocion shumë të madh, ai momenti kur thirret zëri aty, kur thirret emri që këndojnë, kanë atë, është i jashtëzakonshëm dhe momenti kur unë qava është në festën e abetares së Kronit, ku ishte një moment shumë, po themi publik, sepse ishin të gjithë aty dhe Kronit i ra kapelja, që po performonte një valle të Shqipërisë së Veriut, më duket, dhe Bora shkoi aty edhe ja rregulloi. Dhe e pan të gjithë njerëzit dhe kanë qarë dhe ata me ne. Fjalin që ja përsërit më shpesh fëmijëve. I lave dhëmbët. A hëngre, i bëre detyrat. Këto janë treshja e jashtëzakonshme. O Zot, frika më e madhe sot si nën. E vetmja frikë që kam është siguria e tyre fizike. Domethënë mos të lëndohen. I kam përjetuar gjitha lajmet e çdo gjë që ka ndodhur në Shqipëri, me lajmet, me adoleshentët tani që bëjnë këto. Jam në frikë konstante, por unë mundojmë që t'i evitoj. Por gjithsesi flas me fëmijë, domethënë, për këtë. Kur flasim për pjesën e vaksinave apo të ilaçeve, vaksinat besoj ja ke bërë? Ja kemi bërë gjitha, madje kemi për të bërë tani të borës, është një vaksinë 13 vjeç që duhet ta bëjmë. Papillomavirusin. Jo, atë nuk do ta bëj. Jo. Për atë nuk e di, jam shumë kundër. Pse? Unë jam kundër, folëm me doktoreshën dhe u binda, por ishte Bora që do ta vendosë ta bënte apo jo. I dham dhe informacionin e duhur, i pa të gjitha. Folëm dhe me doktoreshën dhe Bora vendosi që nuk do ta bëj. Kështu që në këtë pikë unë nuk mund ta detyroj. Pse? Nuk do ta bëj. Nuk është akoma e bindur që ajo gjë mund t'i ndikojë ose mund t'i bëj mirë. Dhe unë duhet ta respektoj, siç të thash. Patjetër që ne jemi prindër dhe ne vendosim për ta, por duhet të respektojmë dëshirat e tyre. Nuk mund ta detyroj dhe t'i them që edhe kur bëhet fjalë për shëndetin e tyre. Patjetër, dhe unë këtë gjë, domethënë të dy kemi thënë që kanë ardhur kohë të vështira, shumë smundje po krijohen, sidomos në brezin tuaj dhe mbase do ishte mirë që ti ta bëje këtë gjë. Kështu që kemi respektuar Borën. Më quani mbase shumë liberale në këtë kontekst, por do doja shumë që ta respektoj atë, sepse është Bora ka një shprehje, my body, my choice. Okej. Akoma s'është për 18 vjeç që ta ketë parasysh. Imagjino. Fëmijët në adoleshencë kanë më pak nevojë për prindrit se sa kur janë bebe. Jo. Tani është momenti, mendoj që kanë më shumë nevojë për ne. Nëse një fëmijë nuk të flet shumë, do thotë që po largohet prej teje? Besoj se po. Por nuk është rasti im deri tani. Komunikimi me një adoleshent duhet jetë më shumë dëgjim apo këshillim? Okej, më lejo të them një kështu diçka për këtë. Unë jam ajo mami kështu zjarr që po si na e bëre këtë moj, po çfarë bëre moj, po si mentori më shkelsyrim thotë chill, qetëso. Dhe kam kuptuar që realisht
ata nuk duan moral, është e njëjta gjë të vendosësh veten tënde kur ti ishe adoleshente, kur ti nuk e doje mamin dhe babin të bënte moral. Kështu që kam mësuar nga kjo gjë dhe kam kuptuar që mund t'i bësh një pyetje dhe pastaj ta lësh të flasi. Patjetër që ti do shpërthesh nga brenda që pse nuk po ta tregon në këtë moment kur ti do shpjegim për këtë situatë, por gjërat vinë dhe qetësohen dhe rrjedhimisht një fëmijë që ti nuk e pyet shumë, nuk i thua shumë, vjen vet. Adoleshentët kanë nevojë më shumë për kufi apo për liri, domethënë. Edhe kufi edhe liri. Por që nuk janë për këtë lirinë bohemiane. Krahasimi me fëmijë të tjerë i motivon apo i bën keq? Në fillim unë këtë gjë, domethënë po filloja ta bëja, duke parë një model nga prindrit e mi, por kam kuptuar që nuk duhet i krahasosh me fëmijët e tjerë, se fëmijët kanë eksperiencën e tyre personale, rrugën e tyre në jetë, kështu që nuk u bën mirë të krahasohen. Në këtë moshë, shoqëria ndikon më shumë se sa familja. Ndikon. Më shumë nuk di të ta them, por që shoqëria ndikon, sepse janë ato fazat e para të ndërtimit karakterit të tyre, çfarë do bëjnë, kush shoqe do jetë, kush shok do jetë. Dhe kam përshtypjen se kjo është diçka që do ta zgjedhin ata vet. A duhet i tregojmë gjithmonë të vërtetën fëmijëve? Gjithmonë, sepse këto fëmijët kanë një detektor të vërtete. Nuk ta shpjegoj dot, por ata ta kuptojnë që në sy edhe që në reakcion që ti po e thua të vërtetën apo jo. Çfarë do i thoje Borës sot nëse shikon këtë intervistë? Apo që ka qef ajo intervistat e mamit në këtë fazë që është. Bora dhe Kron, nëse ju një ditë e shikoni këtë intervistë, dua t'ju them që në këtë fazë dhe në këtë kohë që kam bërë këtë intervistë, jam mamaja më e lumtur në botë dhe mamaja më e plotësuar në botë dhe realisht ju dua deri në vdekje. Dhe harrova t'ju them diçka. Kjo është 6-7. Faleminderit që ishe në mamë. Është kënaqësi për mua, shpresoj që të kemi kaluar minuta të bukura bashkë dhe që do t'i mbajmë mend se edhe këto janë kujtime të bukura, përveç eksperiencave tona televizive. 6-7, bëj edhe ti këtë. Kjo është 6-7. Ashtu. Po, bëj kjo. Është diçka budallallik që bëjnë këta fëmijë, po se di. Bëri një gol Kroni një ditë aty, edhe i thashun Kroni dhe ma bëri kështu. Kaq. Këto janë shenjat tuaja.